Ndarja parakoshme nga jeta e Shpat Kasapit ka tërnditur gjithë publikun. Selvia ka reaguar me një mesazh prekës duke treguar dhimbjen e madhe që po kalon familja dhe voglushi i tyre. Pavarësisht lajmeve që qarkulluan prej kohë se ata ishin ndarë, Selvia ka zbuluar se ishin bashkë deri në momentin e fundit. Ky është reagimi i saj. Ndërrove jetë në krahët e mi o jetë. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëshin dokumentat në Itali që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë sa bashkëpunues në privatësinë tonë duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk pritet ta dëgjoj duke të thirrur babi, nuk prite Shpat. Nxitove dhe na le këtu vetëm pa ty. E le Roelin një tem o Shpat, në kohët kur më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kur. Si t'ja shpjegoj Roelit që babi nuk është më. Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante, por pse u ndave nga jeta në krahët e mi, pse ma kapute zemrën kështu. Inshallah takohemi në xhenet, Allahu të dishi pranvetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu me ne.